Atëherë ju faleminderit, falenderoj Bashkinë Islame, Institutin për Ulëmtime e Kërkime Islame për këtë organizim, falenderoj për mundësinë që na e keni dhënë të shprehim këto punimet tona. Punimi im titullohet Perspektiva filozofiko-teologjike e vakëfit në mendimin islam dhe shqiptar. Këtu shkurtimisht për këto pak minuta do të provoj përveç atyre që janë thonë dimenzionet juridik të vakëfit, që për gjatë tyre 2 ditëve besoj se është shtërru kjo temë, do të provoj të bëjnë një zbritje në nivelin filozofik të backgroundit kuranor rreth çështjes së vakëfit. Faktikisht, fjala vakëf nuk përmendet në Kur'an, por është sinonimi i saj baqiyatus salihat, veprat e përjetshme, veprat të cilat marrin përjetësi. Ka një debat në filozofi klasike islame, ku materia nuk mund të bëhet e përjetshme, prandaj edhe Gazaliu i adresoi kritikat në drejtim të filozofëve Farabi dhe Ibn Sinas, sepse materia nuk mund të merr karakter të përjetshëm. Kjo vije nga Aristoteli, e cila në mënyrë direkte dhe indirekte është integruar në mendimin islam. Por këtu, në këtë kontekst, vakëfi e merr një formë përjetësie. Pasuria e lanë materiale e merr një formë baqiyatin, integrohet tek e përjetshmja. Dhe pak a shumë do të provoj në këtë element të them disa fjalë. Punimi im përmban 3 dimensione. E para, perspektivën filozofike të Kur'anit rreth çështjes së vakëfit. E dyta, provon të kap konceptin e vakëfit si koncept teorik, jo praktik, konceptin e vakëfit në mendimin shqiptar. Kur them mendimin shqiptar, është një temë goxha e gjatë, të kapësh mendimin shqiptar në tërësi, duhet të ketë një fillim, një periudhë zhvillimi dhe një përfundim, një epilogu, por me mundësitë e mia kam provuar të kap çështjen teorike rreth kësaj çështje dhe së fundi provoj të hedh një hipotezë se si koncepti i vakëfit mund të shërbejë si paradigmë e përgjigjes së krizës bashkëkohore. Atëherë, nëse analizojmë çështjen kuranore, se si e paraqet vakëfën, këtë baqiyatus salihat, veprën e përjetshme, atëherë ajeti 261 i surës Bekare thot: ata që japin pasuninë në rrugën e Zotit, i ngjan sikur një kokër gruri nga e cila dalin 7 kalli, e prej saj secili nga to nga 100 fryte. Ka 2 gjona. Në filozofi, Heideggeri thot njeriu është bari i qenjes, që do të thot vetëm tek njeriu ndodh ajo hapja e qenjes. Në filozofinë islame, kësaj kemi thonë futuhatul vujud, hapje e qenjes. Nëse me vujud i referohemi Zotit, krijuesit absolut, atij i cili nxjerr gjërat në ekzistencë, atëherë vetëm tek akti i ekzistencës së njeriu si akt, jo si jetë, vetëm tek ai ndodh ajo që Zoti ka planifikuar të vjen në ekzistencë. Në këtë kuptim, vakëfi nuk e shoh këtë veprën e përjetshme, nuk e shoh si veprim etik që jep për të mirën, por më tepër si një veprim ontologjik, sepse kështu e thot Kurani. Kjo ngjan sikur një kokër e cila mbillet dhe prej saj ka secila del 7 kalli. Nëse e shohim 700 Kurani është numër aksiologjik, numër i vlerave, është simbolik, nuk është numër në kuptimin matematikor. Ëndra e mbretit në surën Jusuf, i cili pa 7 kalli, i cili pa 7 lopë të majme dhe 7 lopë të dopta, dhe komentimi i kësaj ishte që pas epokës së bollëkut do të pasojë varfëria. Në këtë kontekst, ky ajet thotë që vepra e përjetshme, e cila mbillet poshtë, do t'i rezistoj të gjitha epokave historike, edhe epokave të stabilitetit ekonomik dhe epokave të krizave ekonomike. Dhe në anën tjetër, në fund thotë, secili nga këta 7 kalli do të jep 100 fryte. Dhe 100, numër 100,
në Kuran është përdor 2 herë. Dhe njënën prej kësaj po e tham, thot e mbajti atë të vdekur për 100 vjet. Është fjala për Uzeirin. Që gjendja e Uzeirit nuk ishte e vdekur, po ishte një përjetësi, tamam ishte bakjat. E mbajti në një stabilitet. Dhe nëse do t'i qasëm me një formë gnoseo filozofike kësaj, vepra e mirë e rjedhën këtë rast prej Vakëfit, thot ajo që është sikur kokra që mbillet poshtë, i reziston të gjitha epokave, të stabilitetit ekonomik dhe të krizave, dhe e mban gjallë dhënsin, njëjtë sikurse Uzeirin që e mbajti gjallë përjetësisht. Këtë kuptim e ka në aspektin ontologjik nëse shihet çështja e Vakëfit. Elementi i dytë sa i përket kësaj, thot të zbresim në dimenzionin etik të çështjes. Lën tenalu l-birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nuk e arrini birrin për atë mirën absolute, pa e dhanë ato që e keni më të shenjtë për vetvetes. Në momentin kur mrihet ky nivel, ku njeriu është përçues, ma njeriu nuk jep, por jepet përmes njeriut. Konteksti i Vakëfit nuk zbret nuk lexohet sikur kam, por jam. Jo ajo që kam, por bëhem vet Vakëf. Në këtë rast, na infrashri e ka një fjalë të fjalët e Qiririt, do të tretën për hir të njerëzimit. Ne e dim se Naimi Kryekput është indikuar nga filozofia orientale me Mevlana Xhelaluddin Rumi dhe në këtë frymë thot këta, që do të thotë se njeriu ka mundësi dhe të bëhet vet Vakëf, me veprimtarinë e vet qëndrohet në Vakëf. Jo vetëm mallin, të flasim në këtë dimension. Dhe aspekti i tretë i çështjes, për shkak të kohës detyrohem të kaloj pak më lehtë. Pas 2 parave, Zoti Allahu xhaleshanuhu e bën një pyetje, thot a doni ta ndërtoni ajetin 109 surës Teube, a doni ta ndërtoni shtëpinë e juaj mbi devotshmëri apo mbi një breg të shëmtuar? E bën, do ta ndërtoni shtëpinë e juaj të Vakëfit, një shtëpi metafizike, një truall të amshuar aty ku jeni, mbi devotshmëri apo mbi një breg të shëmtuar që është zjarr. Në këtë platformë na orienton neve drejt një koncepti shumë të thellë etik dhe filozofik islam që të ndërtimit të një shtëpie morale këtu ku jemi. Dimensioni i dytë i punimit tim, Vakëfi në mendimin shqiptar. E kam marrë si pikë referuese dhe kam marrë si pikë si zanafil mendimin e Bejtegjivit. Te Bejtegjit nuk ekziston si koncept Vakëf. Dihet që në perandorin osmane ka pas dhe janë diskutuar brenda këtyre 2 ditëve, por teorikisht nuk diskutohet për Vakëfin. Vakëfi diskutohet në kontekst të ndihmës ndaj të varfrit, konceptit të sadaka xharie, sadakas rrjedhse, sakrifikimit të vetvetes për hir të Zotit dhe pastrimit ose purifikimit të shpirtit, teskiet nefs. Për secilën nga këto pika do të marr nga një poezi shumë të shkurt si shembull. Për shembull, Nezim Frakulla e përdor kush jep një kafshat buk tek i varfri në hall të shumt, Zoti ja hap derën e dritës dhe zemrën ja bën të lumtur. Në këtë kontekst e shes si ndihmë të varfërve. Hasan Zyko Kamberi e shes si sadaka xharie, sadak rrjedhse. Vepra mirë që bën në jetë në dynjas të rri pa nder, se dhe kur shpirtin ta marrin, ajo të shkon për herë. Rrjedh edhe pas. Muhamet Kyçuku Çami e sheh këtë konceptin e Vakëfit si sakrifikim për vetveten. Sakrifikim të vetës për hir të Zotit. Jepi Zotit ç'ke më të shtrenjtën. Kuptimi i ajetit kuranor jep më të shtrenjtën. Mos u tut se mbetesh shkret, se ai që fal e jep më tepër se mban mendja e vet. Kurse Dalip Frashëri, një teolog i vonë dhe Bejtegji, e përdor këtë koncept në kuptimin e teskir nefs, purifikimit vetvetes. Kush heq dorë prej kësaj bote e bën zemrën si pasqyrë të reflektoj dritën e Zotit që nuk shuhet kur në mënyrë. Profesor, 1 minutë kemi. Ka shpejt? Ismail Kadare ndonë se në një kontekst laik, por e përmend këtë element të rëndësishëm, po e përdor në kontekst të
rikujtimit mos harresës e historisë. Edhe ai kushton shumë vëmendje monumenteve të cilat i bëjnë ballë harresës historike, i bëjnë ballë harresës kolektive. Kisha edhe një element fundit, por Shpresojmë që po e respektoj oralin, ju falënderoj.